Kurani dëshmon se Zoti është një i vetëm dhe i pashoq. Në ajetin 22 të surës Anbiya, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihima alihatan illa Allah la fasadata. Fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Sikur në qiell dhe në tokë të kishte zotët të tjerë përveç Allahut, si qiejt ashtu edhe toka do të shkatërrohesh. Qoftë i lavdruar Allahu, Zoti i fronit dhe i lartësuar mbi çka ja veshin atij. Ky ajet përdor një argument logjik shumë të fuqishëm dhe thot: nëse do të kishte më shumë se një Zot, secili do të kishte vullnet, vendim dhe fuqi të pavarur, dhe nëse vullnetet e tyre do të kundërshtonin njëri tjetrin, rendi i universit do të prishej. Por ne shohim rend të përkryer, ligje të qëndrueshme dhe harmoni në univers. Kjo tregon se ekziston vetëm një Zot me vullnet absolut dhe ai është i vetëm i pashoq. Ky argument quhet nga dietarët argumenti i pamundësisë së shumë zotave. Rendi i universit është dëshmi e njëshmërisë së Allahut. Universi funksionon me saktësi të jashtëzakonshme. Dielli lind dhe përëndon me rregull. Planetet lëvizin në orbitat e tyre. Ligjet fizike nuk ndryshojnë. Ky rregull i përsosur është shenjë se krijuesi është një i urtë dhe absolut. Allahu është i pastër nga çdo përshkrim i gabuar. Pjesa e fundit e ajetit: qoftë i lavdruar Allahu, Zoti i fronit mbi gjithçka që ja veshin atij. Do të thotë se Allahu është i pasur nga ortakët. Ai nuk ka partner, ai nuk ka rival, ai nuk ka të barabartë. Ky ajet forcon besimin se vetëm Allahu është Zoti. Vetëm ai meriton adhurimin. Besimtari duhet të reflektojë mbi qiellin, tokën, natyrën dhe të forcojë bindjen në Allahun fuqiplot. Allahu ka pushtet absolut. Ai është Zoti i fronit, sunduesi absolut. Askush nuk e sfidon pushtetin e tij. Ky ajet forcon bindjen dhe largon dyshimet. Besimtari kupton se universi nuk është rastësi, nuk ka shumë zota, dhe se ekziston një sundues i vetëm. Dhe kjo sjell qetësi në zemër. Ky ajet na mëson të mbështetemi vetëm te Allahu, të mos friksohemi nga askush përveç nga Allahu, të kuptojmë madhështinë dhe pushtetin e Allahut, të forcojmë bindjen tonë në njëshmërinë e tij. Ky ajet është një provë e qartë se njëshmëria, tauhidi, është e domosdoshme, sepse rendi i përsosur i universit tregon se ai ka vetëm një sundues. Allahu është absolut, pa ortak dhe pa rival, dhe vetëm ai meriton për adhurimin, mbështetjen dhe nënshtrimin.